Në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, që dje, me njerë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprerë dhe ka pezulluar të gjitha përgatitet që lidhen me procesin zgjedhor në Bashkinë e Tiranës, dhe ndërkohë vazhdon normalisht procesi i përgatitjes së procesit zgjedhor dhe të zgjedhjeve të themi për 5 bashkit e tjera. Çdo veprim i KQZ, si çdo lloj natyre apo angazhimi tjetër, i cili lidhet me përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, është pezulluar që ditën e djeshme. Që do thot në datën 9 nëntor, është e sigurt që do të zhvillohen zgjedhjet për 5 bashkit e tjera, për ashtu Bashkinë e Tiranës, pra për Bashkinë e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Cërrikut dhe Matit. Po. Kjo është situata, ndoshta është me dobi që të presim pyetjet edhe të japim shpjegime për çfarë mund të rezultojë ose e paqartë, domethënë, ose me nevojë për t'u sqaruar më shumë. Komisioner, faleminderit, e cëna ekonomi nga Raport Televizion. Përpos këtij arsyetimit tuaj që dekreti është pezulluar për pjesën e Tiranës, mund të ketë ose ka një arsyetim tjetër që thotë nuk janë anulluar, thjesht janë pezulluar. Dhe pse KQZ mos shkruaj përpara me përgatitjet për Tiranën, se ndoshta deri në 9 nëntor mund të jetë çliruar, po themi, dekreti nga ky pezullim. A mund të ishte ky një opsion dhe pse nuk është një opsion për ju? Besoj, mendoj për këtë do, të paktën për komunitetin e juristëve është e qartë që në momentin që gjykata kushtetuese ka pezulluar efektet për atë pjesë të dekretit të presidentit të Republikës, është sikur ai dekret të mos ekzistojë në një lloj mënyre për atë përkohësisht, për atë pjesë për të cilën ka urdhëruar gjykata kushtetuese. Dhe do të ishim në thyrje të kushtetutës, në shkeljet kushtetutës dhe në shkeljet të kodit zgjedhor, nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vazhdonte me procesin përgatitor të zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Ndaj thash që në krye të erës, bazuar në urdhrimin e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe të gjitha institucionet dhe kushdo tjetër të cilit vendimi i gjykatës kushtetuese i adresohet, do duhet ta respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Në gjykimin dhe në vlerësimin tim, kjo është e qartë. Pra, me pak fjalë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të kryejë asnjë lloj veprimi që lidhet me përgatitjen e procesit zgjedhor në Bashkinë e Tiranës. Është çështje në këtë moment e kompetencës së gjykatës kushtetuese për të vendosur mbi ankimin që është bërë në gjykatën kushtetuese nga zoti Veliaj në lidhje me vendimin për shkarkimin e tij. Do të vendosë gjykata kushtetuese mbi këtë çështje dhe pastaj do të shohim për më tej. Por kjo është e sigurt. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është duke zhvilluar asnjë veprimtari që lidhet me përgatitjen e procesit zgjedhor në Bashkinë e Tiranës për datën 9 nëntor, kjo për shkak të urdhrimit të gjykatës kushtetuese. Ardit Hoxha, Euronews, gjithmonë në kuadër të diskutimit të variablave të mundshëm për zgjedhjet në Tiranë pas vendimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese. Nëse në datën 31 tetor, gjykata kushtetuese vendos ta quajë të ligjshëm dhe ta aprovojë në një farë mënyrë dekretin e presidentit Begaj, kur mund të kemi zgjedhje për Bashkinë e Tiranës? A mund të bëhen ato në 9 nëntor apo në një datë tjetër të mëpatshme? Duke besuar që me përgjigjen që do t'i përgjigjem drejt për së drejti pyetjes tuaj. Si e shikojmë ne nga pikpamja institucionale këtë situatë?
besoj që është e qartë që ajo pjesa e parë në lidhje me se çfarë është duke bërë dhe çfarë do duhet bëj KQZ nga ky moment. Se çfarë do ndodhi nëse gjykata kushtetuese merr një vendim apo një vendim tjetër, unë këtë nuk do të preferoja ta bëja, se do të ishe në pozitën e një komentatorit, të them. Por në kapacitetin tim si komisioner shtetëror për zgjedhjet, mendoj që vlen të them sa do të vijoj. Gjykata kushtetuese ka caktuar datën 31 për të vendosur mbi këtë çështje, që mund të jetë vendimi përfundimtar në datën 31, mund të jetë datën 1, 2, 3, këtë nuk e dim akoma dhe është çështje komplet e gjykatës kushtetuese. Dhe në çdo lloj versioni, qoftë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qoftë Këshilli i Ministrave, qoftë Presidenti i Republikës, do të shohin se cili do të jetë, nëse do ketë vend apo jo për secilin prej tre këtyre institucioneve për të ndërmarrë ndonjë veprim të caktuar. As nuk më lejohet dhe as nuk do të preferoja të flisja se çfarë në një situatë hipotetike do duhet të bënte Presidenti i Republikës apo se çfarë do duhet të bënte Këshilli i Ministrave në varësi të ndonjërit prej opsioneve të vendimit të gjykatës kushtetuese. Mund të flas për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe duke folur për atë se çfarë do duhet të bënte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mund të them vetëm kaq që do duhet ta them qartë këtë që se nuk është çështje e ditëve, janë 7 ditë apo 6 ditë, sepse gjykata kushtetuese është në lirinë e vet që ta kishte shqyrtuar çështjen nesër pas nesër, sikurse ta shqyrtoi edhe pas datës 31 tetor. Data 31 dhjetor, më falni, tetor, nga pikpamja e asaj se çfarë mund të prodhoj në si pasojë juridike, nuk lidhet me datën në vetvete. Do më thënë, nëse ne do kishim nesër vendimin e gjykatës kushtetuese, do të kishim një opinion tjetër si KQZ. Meqense kemi në datën 31, apo nëse do kishim në datën 2 procesin e vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, do duhet të kishim një opinion tjetër. Që do të thotë që procesi i përgatitjes së zgjedhjeve është një proces i cili kërkon natyrisht bazuar në kodin zgjedhor një periudhë kohe të caktuar dhe në rastin e zgjedhjeve të pjesshme në kodin zgjedhor është përcaktuar qartë që zgjedhjet nuk mund të zhvillohen më parë se 30 ditë nga momenti kur është njoftuar vakanca dhe jo më vonë se 45 ditë nga ky moment. Që do të thotë që periudha minimale për të përgatitur procesin zgjedhor në rastin e zgjedhjeve të pjesshme do të jetë 30 ditë nga momenti i njoftimit të vakancës. Dhe edhe pse ky është një rregullim ligjor dhe nuk është një rregullim kushtetues, do të thotë që të paktën në pikpamje formale ka nevojë për 30 ditë për të përgatitur ky proces zgjedhor. Por asesi kjo nuk do të thotë që në mungesë të këtyre 30 ditëve kjo e bën të pamundur zhvillimin e procesit zgjedhor edhe në Bashkinë e Tiranës në datën 9. Nuk është vetëm kjo. Ose nuk është kjo kaq thelbësore. Procesi përgatitor i zgjedhjeve në njësi zgjedhore të caktuar të qeverisë vendore nuk lidhet thjesht dhe vetëm me zhvillimin e fushatës zgjedhore. Fushata zgjedhore mund të jetë 5 ditë, 6 ditë, 7 ditë, është kompetencë e KQZ-s për ta vendosur se sa mund të jetë periudha e fushatës zgjedhore dhe periudha e fushatës zgjedhore ka vetëm një dallim nga rasti i zhvillimit të aktivitetit politik të partive politike, po edhe të atyre të cilët mendojnë që mund të marrin një zyrë
publike nëpërmjet procesit zgjedhor. Në atë periudhën e fushatës zgjedhore i nënshtrojnë disa rregulla të caktuara. Ata, media, ka dhe disa aspekte që lidhen me financimin. Por ajo që është më rëndësishme është gjithë pjesa tjetër. Pra, procesi i përgatitjes së listës së zgjedhësve, shpallja e listës së zgjedhësve, e drejta e qytetarëve dhe të votuesve për t'u njohur me përmbajtjen e listës së zgjedhësve, për t'u ankuar mbi atë se çfarë përmban lista e zgjedhësve. Është procesi i përgatitjes i ngritjes së komisioneve zgjedhore. Është procesi i regjistrimit të partive politike si subjekt zgjedhor. Pastaj është procesi i regjistrimit të koalicionit të atyre partive që janë regjistruar si subjekte zgjedhore. Pastaj vjen në radhë procesi i regjistrimit të kandidatëve. Është procesi i miratimit të fletës votimit, i prodhimit të fletës votimit, pra janë një sër aspektesh të tjera të cilat jo veçmas kohës që kërkojnë, se të themi të gjitha këto mund t'i mbarojnë për 2 ditë apo 3 ditë apo qoftë edhe për 24 orë, po janë disa të drejta që secili prej këtyre subjekteve të cilat unë listova i kanë të garantuara nga kushtetuta dhe nga kodi zgjedhor. Partitë politike të cilat do të regjistrohen si subjekte zgjedhore kanë të drejtën e tyre për t'u ankuar ndaj vendimarrjes për regjistrimin e subjekteve zgjedhore, po kështu koalicionit, po kështu dhe kandidatët. Dhe kur vijnë te kandidatët, kemi rastin e kandidatëve të pavarur për ta kuptuar më qartë çfarë janë duke thënë. Kandidatët e pavarur do duhet të regjistrohen nëpërmjet një procesi i cili jo vetëm kërkon kohë, kërkon ditë, po përmban disa të drejta të cilat ti nuk mund t'ja mohosh atyre. Ai duhet paraqesi nëpërmjet një komiteti nismëtar interesin e tij për të marrë pjesë në zgjedhje, do duhet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta pajisi me formularët për mbledhjen e nënshkrimeve dhe këtë formular ne për Bashkimin e Tiranës nuk mund ta vendosim tani në dispozicion sepse sikur se thash çfarë lidhet me Bashkimin e Tiranës është e pezulluar. Dhe është e pezulluar për çdo aspekt të këtij procesi përgatitor. Kështu që janë disa veprime juridike të obliguara, të detyruara apo si të drejta për të kryer si nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por ajo çfarë ka më shumë rëndësi nga ata të cilët marrin pjesë në zgjedhje, parti politike dhe kandidat. Kështu që mendoj që do ishte më me dobi që ta themi qartë paktën si e kuptoj unë, ose sikurse për mua është e qartë dhe e drejtë e korrekte të thuhet që zhvillimi i procesit zgjedhor në datën 9 për Bashkimin e Tiranës është thuajse i pamundur. Pastaj, se çfarë angazhon pas datës 31, nëse gjykata kushtetuese do të vendosi në datën 31, ky vendim për KQZ-n, sikur se thash, për Këshillin e Ministrave, apo Presidentin, apo dhe ndoshta edhe për një institucion tjetër, këtë unë nuk di ta them, po secili prej nesh besoj do ta ketë qartë se çfarë veprimi do duhet të ndërmarrë. E them që e thash këtë më mirë për të qenë të qartë, të paktën se çfarë do duhet të bëhet dhe çfarë pritet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, se sa të kemi një situatë të paqartë për votuesin në radhë të parë, po edhe për ata të cilët angazhohen dhe marrin pjesë në zgjedhje për partitë politike. Dhe për ta përfunduar këtë, fokusi i ynë dhe mendoj duhet të jetë edhe për partitë politike dhe ata që kanë interesa për garë elektorale, zhvillimi i zgjedhjeve në 5 bashki. Ne sot kemi zgjedhjet vetëm në 5 bashki të vendit. Ai është një proces tjetër ligjor që tashmë është në kompetencën e gjykatës kushtetuese dhe do duhet të presim. Çdo diskutim tjetër mendoj unë pasaj për këtë çështje nuk do kishte asnjë lloj dobie.
Kesiano American News. Si ndikon fakti që tashmë ka një ankimim nga Partia Socialiste në kolegjin zgjedhor me afatet për regjistrimin e kandidatëve dhe partive politike që janë paracaktuar, fakti që ka një ankimim në kolegj dhe është caktuar në datën 13? Kjo është një çështje kompetence e kolegjit zgjedhor për të disponuar mbi atë ankim të Partisë Socialiste. Se çfarë do të vendosin ata, ne do të presim dhe nuk do doja që të komentoja. Shqetësimi është argumentin përgjithsisht të konsumimit sa i kohë të shpërndërë kolegjit e faqe. Kjo po është e vërtet sepse Komisioni Rregullator do duhet të kishte miratuar disa akte, po është në të drejtën e tij që të mos bie dakord të gjithë anëtarët e Komisionit Rregullator për çfarë lidhet me ushtrimin e kompetencës së tyre. Tani do ta zgjidhë kolegji, do duhet ta zgjidhë apo s'duhet ta zgjidhë kolegji, nuk di të them. Ne jemi duke vazhduar përgatitjet për 5 bashki dhe deri tani nuk ka impaktuar negativisht deri në këtë moment.